rata politike të eksponentëve të partive të ndryshme se si do duhet procedohet. Një prej tyre ka qenë Arbrije Nagovci e lëvizjes vetëvendosje, e cila thotë se do të shkohet me konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e qeverisë e pastaj të presidentit. A ka një qëndrim vetëvendosja se si do të procedohet tutje? Po situata është më shumë politike, jo kushtetuese do të thajmë. Domethënë kushtetuta nuk parashef veprime dhe hapa specifike pas konstituimit të kuvendit. Krejt çfarë mund të themi dhe që dimë në këtë fazë që nga momenti i certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga ana e KQZ-s, ne kemi në dispozicion 90 ditë maksimalisht për konstituimin e kuvendit dhe pastaj natyrisht për zgjedhjen e qeverisë dhe për të zgjedhur presidentin apo presidenten e Republikës. Se as zgjedhet qeveria më parë apo se votohet presidenti apo presidenta e Republikës, unë besoj që është krejtësisht në rrafshin e diskutimeve politike dhe të mundësisë eventuale për njërën nëse tjetrën. Është e qartë në bazë të rezultatit të zgjedhjeve që për sa i përket konstituimit të kuvendit dhe eventualisht zgjedhjen e qeverisë së re, votat janë më të akceptueshme, më të mundshme, sepse në fund të fundit rezultati e ka dëshmuar një gjë të tillë. Lëvizja vendosje me 53 deputet dhe partnerët të saj të deputetëve nga komunitetet pakicë jo serbe e mundsojnë arritjen e votave të mjaftueshme për konstituimin e kuvendit dhe për zgjedhjen e qeverisë. Në anën tjetër, duhet ta kemi një gjë parasysh. Procedura për zgjedhjen e presidentit të Republikës maksimalisht ka 60 ditë në dispozicion nga momenti i inicimit e në bazë të interpretimit të fundit të gjykatës kushtetuese, ky afat fillon të rrjedh nga momenti i konstituimit të kuvendit. Domethënë, këto 60 ditë, kuvendi i Kosovës pas konstituimit është kuvend fuqiplot. Nuk mund të ndalohet ose të pezullohet funksionimi i kuvendit nga marrja vendimeve tjera duke e pritur le të themi ditën eventuale për ta votuar presidentin apo presidenten e Republikës. Prandaj domethënë është krejtësisht çështja është se si do të sillen palët partitë politike, çfarë qëndrimi do të kenë, a do të ketë reflektim në raport me qëndrimet që kanë pasur partitë opozitare gjatë 4 muajve të kaluar, e unë të thoja edhe gjatë vitit të kaluar, dhe nuk ka asnjë pengesë, edhe nëse votohet presidenti para se të votohet qeveria, por nuk ka asnjë le të themi implikim kushtetues nëse votohet qeveria dhe pastaj vazhdojnë përpjekjet për president. Për të zgjedhur qeveria duhet të mandatohet këtë rast, pra fituesi i zgjedhjeve Albin Kurti duhet të mandatohet nga presidenti. Ka një interpretim që a mundet me bë këto zoni Alborina Haxhiu, pra si ushtruese detyrës së presidentit, apo duhet jetë një president fuqiplot që pastaj e mandaton atë që i ka fituar zgjedhjet për ta bërë qeverinë e re. Kjo është kontesti, po themi. Po kuptoj, nuk ka asnjë kontestim në këtë pikë. E para në praktikën tonë institucionale nuk do të ishte për herë të parë. Domthonë ka pasur spaku dhe 3 raste të mëhershme ku ushtruesi i detyrës i presidentit apo i presidentes së Republikës Kosovës ka dekretuar mandatarin për kryeministër, po ka qenë edhe me zotin nga zonja Osmani, nga zoti Konjufca, nëse s'gaboj edhe nga zoti Krasniqi në një kohë. Por s'paktën 3 raste në praktikën tonë institucionale kanë qenë që ushtruesi i detyrës së presidentit, domethënë edhe në vitin 2021, edhe së fundmi nga zoti Konjufca kur e ushtroi detyrën e presidentit të Republikës, por edhe më parë. Nuk ka asnjë pengesë, sepse gjykata kushtetuese e ka interpretuar këtë le të themi funksionin e ushtruesit të detyrës së presidentit dhe kompetencat që ka ushtruesi i detyrës. Praktikisht 99% le të themi % të kompetencave të presidentit i ushtron edhe ushtruesi i detyrës së presidentit të Republikës. Ai çfarë ai kam dëgjuar edhe në këto diskutimet e fundit, argumentimin pse duhet të filloj me presidentin. Natyrisht në një situatë le të themi të shtendosur politikisht me raporte të partneritetit normal dhe me pa siçasje bllokuese, edhe në kuptimin e hierarkik të fjalës, në kuptimin e kurtuazisë institucionale, do të ishte më normale të filloj me presidentin. Asgjë të keqe nuk do të ishte. Përkundrazi, do të ishte mbasë më mirë. Por në anën tjetër, nuk duhet të përdoret le të themi kjo situatë për ta ushqyer eventualisht bllokadën. Sepse kam një përshtypje që ata që thonë që nuk mund të votohet qeveria para se të votohet presidenti, ka një lloj perspektive që le themi kështu të kolapsit total institucional. Se në mes nuk e kemi presidentin, mos ta kemi as kuvendin dhe as qeverinë.
Por jo, me që nuk e kemi presidentin, le ta kemi njëherë kuvendin dhe qeverin, pastaj kjo i ndihmon në base ta kemi edhe presidentin. Do të qasja për mua pozitiviste, edhe më konstruktive, edhe që i kontribon le të themi edhe konsenzusit, është që të bëjmë atë çfarë është të mundur të bëhet që në fillim, ose punën më të lehtë ta bëjmë që në fillim dhe procesin më të vështirë, siç është dëshmu procesi i zgjedhjes të presidentit të Republikës, mbase i duhet kohë. E që kemi 60 ditë në dispozicion. Siç u dëshmu mas 28 dhjetorit, pra nuk po ka rëndësi nëse ti e zgjidh qeverinë edhe konstituon kuvendin, meqense presidenti pastaj po t'i rrezon të dyja. Kështu që që kjo e para. E dyta, meqense ju po flisni pra për një qasje më pozitiviste në raport me krijimin e institucioneve të reja, pikërisht partitë opozitare e shohin mënyrën se si ju do të procedoni tutje, do të mosin edhe disponimin e juj nëse jeni për t'i konstituar institucionet ose për të shkuar sërish në zgjedhje. Meqense nëse nuk shtrohet çështja presidentit në fillim, pra çfarë kuptimi ka që ju ta zgjidhni qeverinë e pastaj dikur t'i mbledhni njerëzit të t'i thoni hajde po zgjedhim presidentin. Jo, e para domethënë për pjesën e parë nuk ka asnjë pengesë. Për dytën, unë kam përshtypjen që është më shumë justifikim le të themi i një pozicioni bllokues që kemi parë 4 muajt e kaluar. Shikoj, nuk ka asnjë pengesë, në fund të fundit, nëse duhet ndryshim të përbërjes së qeverisë, kjo e atakon vetëm vetëvendosjen, dhe ne nuk e kemi problem, se kemi pasur as herën e fundit. Domethënë kemi krijuar qeverinë, por kemi ofruar LDK-s 4 ministri dhe zëvendës kryeministrin e parë, paçka se pas le të themi pas 60 ditëve ose 30 ditëve proces. Por kjo s'do duhet ta dëmton të palën tjetër, nëse dëmton vetëvendosjen. Mirëbesimin. Pra, raporti, kuptimin e... Ja, po tash shpjegimin duhet bëhet në thelb. Do thonë se kje parasysh, domethënë ne kemi parë një opozitë, megjithëse jo homogjene, po të paktën po flas për LDK-n. LDK refuzonte bashkëqeverisjen, refuzoi edhe vitin e kaluar natyrisht, refuzoi edhe ofertën për kryetar të kuvendit në rotacionin le të themi atë rokadën nën kryetar me kryetar për të mundësuar zgjedhjen e presidentit të Republikës, refuzoi edhe presidentin konsensual, por refuzoi mbi të gjitha të ofrojë 3 propozime bashkë me PDK-n për president të cilin njërin prej tyre do ta votonin padyshim ne dhe do t'i jepnin në nënshkrimet. Nuk është çështja se nuk ka pasur hapësirë për ta gjetur një zgjidhje, çështja është se nuk ka pasur vullnet të opozitës sepse kanë parë procesin e zgjedhjes së presidentit si një mundësi për ta pamundësuar vazhdimin e qeverisë së vendoses dhe për ta çuar vendin në zgjedhje. Rezultati dëshmoi që këto zgjedhje kanë qenë krejtësisht të panevojshme, siç e kemi thënë, që spritet të ketë lëvizje të mëdha të tilla që të justifikojë pozicionet e palëve. Në një situatë kur diferenca do të ishte më e ngushtë, le të themi, me 2-3 deputet, mbase do të kishte kuptim që një parti opozitare beson që një raund tjetër i zgjedhjeve pas 3 muaj mund ta ndryshojë rezultatin. Po diferenca ishte tepër e madhe, publiku ishte votuar 3 muaj më parë në mënyrë plebiscitare, nuk ishte ndodhur asgjë kaq të themi